Në konferencën e kryetarëve kemi bërë një diskutim, në fakt kemi bërë 3 diskutime për 3 mocione të ndryshme me debat. Jam informuar që do të kemi përsëri një diskutim tjetër brenda fatit traditor që parashikon rregulloria. Zonja e zotërinj deputet, rregulloria e kuvendit sa i përket mocioneve është shumë e qartë. Mocionet janë pjesë e instrumentave të kontrollit parlamentar, të cilat fillojnë nga më i thjeshti, që është seanca e pyetje-përgjigjeve, për shkuar tek interpelanca, për çështje urgjente, për të kulmuar me mocionin me debat apo dhe me komisionin hetimor. Sa i përket kërkesës tuaj që lidhet me nenin 98. Po e lexoj për të qenë korrekt edhe me atë që do të parashtroj më pas për qëndrimin ton lidhur me këtë çështje. Neni 98 mocionet. Një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 7 deputet mund të paraqesin një mocion me qëllim zhvillimin e debatin në kuvend për një çështje të veçantë. Dhe në përfundim të tij mund propozojnë dhe miratimin një rezolute e deklarate, teksti së cilës i bashklidhet kërkesës për zhvillimin e mocionit. Kam përpara kërkesën e parë se sot do të kemi përqyrtuar 3. Bëhet fjalë për një kërkesë që vjen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike ose nga kreu i saj i firmosur, që kërkon jo një çështje të veçantë, po disa qindra çështje të veçanta. Bëhet fjalë që të kemi, thot, 1. Bilancin e qeverisë nga 2013 deri në 2025. A është kjo çështje veçantë kurse si? Në 12 vjet kemi bërë aq shumë punë, sa që jemi të gatshëm të bëjmë një mocion me debat me ju për secilin prej punëve që kemi bërë. Ajo është çështje veçantë. Pastaj shtohet tu. Duam, thot, përveç kësaj, edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me programin politik të qeverisës periudhën në vijim. Pra, e thënë troç, ne e dogjëm mundësinë për të bërë një diskutim siç duhet, siç i ka hije parlamentarizmit në 18 shtator dhe hajde tani të përdorim nenin 98 rregullores për të shkuar përsëri dhe për të rikthyer në 18 shtator. Nuk themi dot mbrapa ne. Ne ecim vetëm përpara. Dhe prandaj nuk mund, po padyshim mund të bëjmë një mocion me debat, e tham edhe në konferencën e kryetarëve, për çështjet që ndërlidhen me rrugën tonë europiane, me procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.